Ministri i jashtëm danez Lars Rasmussen ka reaguar pas deklaratave të presidentit amerikan Donald Trump i Grenlandën, duke vlerësuar si pozitiv përjashtimin e përdorimit të forcës për aneksimin e territorit. Rasmussen theksoi se Danimarka pret që çdo skenar të ardhshëm të respektohen vijat e kushtet të saj, duke nënvizuar se sovraniteti nuk është objekt negocimi. Duke folur për mediat, kryediplomati danez deklaroi se pavarësisht se ambicia e presidentit amerikan për Grenlandën të mbetet e pandryshuar, dialogu diplomatik mes dy vendeve do të vijojë. Ai bëri të ditur si gjatë takimit të zhvilluar javën e kaluar në Washington me nën presidentin J.D. Vance, me sekretarin e shtetit Marco Rubio, palët kanë rënë dakord të nisin diskutimet e nivelit të lartë për të adresuar shqetësimin e SBA-s. Sipas Rasmussen, këto bisedime do të zhvillohen në kuadër të respektimit të parimeve themelore të Danimarkës. Ne nuk po fillojmë asnjë negociatë që nënkuptohet heqje dorë nga parimet tona bazë. Kjo nuk do të ndodhë kurrë, deklaroi ministri danez. Nga ana tjetër, presidenti Donald Trump gjatë një falimi publik riafirmoi interesimin e tij për Grenlandën, duke u shprehur se është i gatshëm të ulet në tryezën e negociatave për çështjen e çmimit, por mohoi kategorikisht përdorimin e forcës për marrëveshjen e territorit. Thesa e tij shihet si përpjekje për të ulur tensionet me aleatët evropianë dhe për të rikthyer dialogun diplomatik në qendër të marrëdhënieve transatlantike.